Ndryshimi i tarifave të reja të çmimit të energjisë elektrike është duke u shqyrtuar në zyrën e rregullatorit për energji. Në një përgjigje për TVN nga ky institucion thonë se aktualisht nuk kanë marrë asnjë vendim, por aplikimet për të hyrat e lejuara nga operatorët dhe furnizuesit e licencuar pritet të dorëzohen javën tjetër. Pas dorëzimit, ZRE do të kryej shqyrtimin dhe vlerësimin regulativ, përfshirë analizën e kostove të justifikuara dhe efikasitetin operacional. Vendimi përfundimtar për tarifat pritet të merret gjatë muajit mars 2026 pas përfundimit të procesit regulativ dhe konsultimit publik. Zbatimi i tarifave të aprovuara do të fillojë nga muaji prill 2026. Në këtë fazë të procesit, ZRE nuk mund të paragjykojë nëse tarifat do të rritën, do të ulen apo do të mbesin të pandryshuara as nivelin e tyre të mundshëm, pasi kjo varet ekskluzivisht nga rezultatet e shqyrtimit regulativ dhe nga kostot e arsyetuara të paraqitura nga palët e licencuara. Eksperti i energjetikës Adhurim Haxhi Musa thotë se është shqetësuese sepse institucionet nuk e kanë në kontroll koston e furnizimit me energji elektrike, për të cilën janë obligohen me ligjet dhe me kornizat ligjore të Kosovës. Prandaj shpresoj që nuk do të ketë ngritje, qoftë direkte të cilën qytetarët e paguajnë nëpërmjet faturave të tyre, apo indirekte ku qeveria e Republikës Kosovës me qëllim të mos ngritjes së tarifave, ajo e subvencionon nëpërmjet formave të ndryshme, si për shembull një formë e tillë është një transfer i drejt për drejt tek operatorët e sistemit elektroenergjetik. Në rast se ka rritje të çmimit, paralajmërohen protesta kundër një vendimi të tillë. Padyshim që ne do të riorganizohemi prapë edhe si grup dhe do të ftojmë qytetarët që të protestojnë dhe unë shpresoj që qytetarët pasi që t'i shohin faturat dhe të paguajnë vetë ato fatura do t'i bashkangjitën kësaj proteste, në mënyrë që të kërkojmë të gjithë një zëri nga zëreja që mos ngritën këto, mos ngritet çmimi i energjisë elektrike në kaq përqindje të lartë ose të paktën të arsyetoj pse këto ngritje po ndodhin vazhdimisht. Ne gjithmonë edhe kur kemi pasur kuvend funksional kemi kërkuar që të paktën të krijohet një grup parlamentar që të hetojë ngritjen e çmimit të energjisë elektrike. Më 16 prill 2025, ZRE vendosi që të rrisë tarifat e energjisë elektrike për 16.1%.